Hello, përshëndetje, mirë se erdhën në një video të re. Në këtë video tani unë do të tregoj disa nga porositë që më kanë ardhur, edhe duket me të vërtetë sikur s'bëj sen tjetër veç porosisë, por nuk është e vërtetë. Ato që kanë porositë janë taka në fakt. Nuk si tregoj dot veshme sepse hala s'kam rregulluar thonjtë e kamve, kur ti rregulloj të hanën para se të nisem, sepse do nisem. Gjithsesi, kjo është taka e parë që kanë porositë, janë kaf, edhe kanë këtë pjesën leopard, pavarësisht se kjo pjesa leopard nuk dallohet sepse kjo është pjesa ku ti do vesh kamën, nuk dallohet, por shumë të bukura, shumë cute, I love them. Kam porositë kështu kaf, pastaj kam porositë edhe një palë nude duhen gjithmonë, edhe kanë edhe këtë ripping këtu kështu. Nude 38 gjitha, i kam porositë 38. Në fakt këto janë pak të ngushta, po besoj që kanë nevojë të vishen pak të një herë, edhe të hapen pak. I kam porositë kështu si shapka edhe të zeza. Unë dikur nuk isha fan se takave kështu, do të thënë nëse visha taka ishin super të nalta, por ka filluar më hyn qef edhe taka e vogël kështu duhet. Edhe kështu që një palë të thjeshta zeza duhen. Edhe si përfundim vishnje. Nuk mund të jetoja pa pas një palë taka vishnje. Një palë taka vishnje duhen, edhe këto e kanë takën goxha të nalt. Nuk e di, shumë bukura. Më shumë janë verore, normal këto edhe në shator hajt mund t'i veshësh, po nga në dorë mrapa këto nuk i vesh dot më, po nejse, s'ka problem, do t'i shijojmë tani në verë. Edhe duke qenë se do nisem, do iki në 2 destinacione. Destinacioni i parë, se s'mund rri pa e thënë, destinacioni i parë do jetë Bullgaria, do iki në Bullgari te Janica, edhe do rri një javë, do ikim plazh, do bëjmë qef, bla bla. Ciao. Edhe siç po thoja, se më ndërpreu Cindy, do iki në Bullgari, sepse Janica është bullgare, dhe kështu që do iki, edhe jam shumë e lumtur që do iki, sepse më duket sikur ajo është përfshirë shumë në botën time dhe të Cindy, duke qenë se të dyja jemi shqiptare, ka në Shqipëri shpeshherë, por unë s'kam ikë ndonjëherë në Bullgari. Cindy ka ikë një herë në Bullgari, me te unë s'kam ikë në Bullgari, kështu që ky është momenti. Plus, isha duke regjistruar përpara story time edhe në TikTok, që unë fakt kam pas me ikë në Bullgari në 2018 me shoqet, edhe me bë një javë pushime atje. Na e kanë anulluar pasaj fluturimin ditën e fluturimit, edhe kështu që kemi ikë në Kroaci, kemi nejtë një javë në Kroaci. Kështu që për mua fakti që njofta Janicën edhe tani po m'jepet mundësia të ikim në Bullgari edhe të ri një javë me te, më duket një moment që plotësohet, një situatë që po plotësohet, edhe kështu duhet ndodhte. Kështu që këto porosim fakti kam bërë më shumë fiks për pushime, edhe një ndër këto është kjo çanta, e kam dash shumë një çantë të tillë për me ikë në plazh, sepse gjithë kanë një çantë kështu, veç unë kisha ngel pa një çantë kështu. Edhe normal që a mund rria pa marr edhe kapelen, do të thënë me kombinu çantë edhe kapele bashkë. Mu deshtën këto sene, okay? Mu deshtën, jo, nuk mu deshtën, po i doja. Ditë e re sot, edhe s'muj me nejt pa t'tregu pakun që m'ka ardhur nga Hourglass. Hourglass është një brand make-upi që shesin tek Sephora, edhe më ka nis një PR box. A di se me vërtet çdo herë që më vjen një PR box, ja pa fjalë. Sepse nuk më besohet, do të thënë nuk më besohet që këto brande më kontaktojnë edhe thonë du me dërgu diçka. Mu. Okej, besti. Gjithsesi në pako ka një kuti, edhe këtë kuti mund ta marrësh për me fut make-up, besoj, ose mundesh me fut edhe bizhuteri. Më shumë besoj që është për bizhuteri, edhe ka edhe një pasqyrë këtu. Shife veten. Roz, shumë e bukur. Edhe pastaj kemi Phantom Blur Balm, që janë si tip balsam për buzët, edhe Shape and Sculpt Lip Liner. Tani unë dje kam provu me bë një lip combo, edhe kam përdor një roz. Sot do bëj një lip combo, po do përdor këtë ngjyrën më vishnje. Unë ja dorë se di pse lip combot vishnje. Ja se po i bëj pak swatch këtu te dora, kjo është ngjyra. Shife sa mirë shkruajnë, edhe sa bud, do me thënë rrshet direkt te buza, se e kam pasqyrën larg, se o regjistroj, o shoh vetëm pasqyrë. Mora një pasqyrë të vogël se e pamundur, si gjalp duken, edhe normal kjo është diçka që e donte lapsat për buzët, sepse kush nuk do me grobish buzët duke ngjyras. Nuk dallohet mirë në kamër, gjithmonë ky është problemi me ngjyrat, që në kamër nuk dallohen aq bukur siç janë në realitet. Gjithsesi kjo është ngjyra Obsess 4.5. Edhe besoj që për buzët, cilën ngjyrë do përdor cilën ngjyrë du të përdor, edhe kjo mund edhe të funksionojë. Në fakt jam tu bë gati sepse do ikin kinema me pa Odisea me Lisën. Është edhe që rrethave noja. Me të vërtet i ka quajt Blur Balm, sepse me të vërtet janë si balsam, sepse janë super të butë, por e kanë edhe fix këtë blurring effect, që i zbut buzët, wow. Edhe unë zakonisht nuk jam fanse e buzëve mat, më shumë i pëlqej me gloss ose me shkëlqim, por mund të them që hajdi se edhe kështu po m'pëlqen. Si menon ti, më mirë mat apo më mirë glossi? Të desha me të tregu. Edhe tani do ikin kinema, kështu që see you later, do regjistroj me telefon kinema sepse nuk lejohet me marr kamerë mrena, sepse mendojnë si e tu regjistru filmin, e budalliqe, e kështu që do marr me telefon, do regjistroj me telefon.
Kështu që, see you later! Shqipëri ka jam. Lisa, sot po shohim një film, Odisea, si po kthehet Odisea shqip? Liksi, perché se Si, e ti po ashtu quhet libri Odisea është edhe në shqip normal. Odisea? Si. Nëse atë do shohim sot, kemi ardhur në kinema në Oreo Center, tani do marrim diçka për të hëngur dhe pastaj me pa filmin. Shihna më vonë për një review të sinqert. Me pak errësirë sepse shi Oreo Center i mbyll komplet. Ti këtu e gjetëm me Dalla Huriçe. Do flasim 2 minuta për videon, për atë filmin. Filmi mu personalisht më ka pëlqyer shumë. Edhe mua. Edhe Lisa si ka pëlqyer Super shumë. Tani nëse ti menon se besoj ka dalë në kinema edhe në Shqipëri, nuk e di, nuk kemi informuar. Ka dalë, okay. Nëse ti menon se do shohësh taman Odisea, krejt historitë, krejt detajet, nuk do jetë ajo. Unë besoj që nuk ishte filmi më shumë fokusi i historisë se çka ka ndodhur. Normal që pjesa historike ishte kryesore, shumë e rëndësishme. Po besoj se fokusi ishte dashuria, sidomos më thënë këtë rast ishte, okay, mbreti dhe mbretëresha, por edhe me fëmijën e vet. Po besoj që ishte edhe besnikëria, një mesazh. Besoj edhe besnikëria ishte mesazh shumë i rëndësishëm. Edhe guximi, sepse normal këto histori duan shumë guxim. Por që besoj se mesazhet ishin shumë, edhe nuk ishte fokusi faktit i historisë, tamam se çka ka ndodhur si histori. Po filmi shumë i bukur. Sidomos pastaj ne e pam anglisht, edhe për mua, unë kam thënë shpesh herë në video që filmat edhe krejt serialet e kështu i shoh gjithmonë në gjuhë origjinale, edhe kur kam pas Squid Game, nuk e di nëse kam thënë Squid Game, që ishte koreane më duket. E kam pa në gjuhë koreane me titra pastaj. Nuk përputhet zani me figurën në robës dume. Unë veç e dum në gjuhë origjinale çfarë do lloj gjuhë tjetër. Edhe shumë i bukur, të këshilloj që ta shikosh nëse e ke mundësinë. Super film. Edhe that's it. Super film. Përgatitur dhe më pas. Ka ca skena po që pak gjak, pak, do të them vrasje sene, gjëra. A di se më shumë më shpifi skena ku e piu gjakun për me fol, se sa gjaku i vrasjes, po. Nejse, janë detaje, po. Shpifura, po që këto skenat e Po bëjnë filmin. po, e bëjnë real filmin, se unë besoj që janë këtë vështirësi që njerëzit i kanë kaluar edhe mundësisht kanë hangër njëri tjetrin, por mos me vdek unshëm, se sa nejse. Kjo ishte historia e filmit, tash natën e mirë. Aq nat. Se Oreo Center, a thu do hapen dyert aty poshtë, inshallah. Tek ku e kam makinë. Gjithsesi sikur ta dija, ne duke ecë në Oreo myll, edhe tani folën këtu te ky seni. E më duket sikur priti sa mbaron regjistrimin, tha prit po e lejt mbarojnë regjistrimin. E pastaj ti tras. Edhe na thritje na tha nuk lejohet me hec këtej, sepse duhet me dal nga dalja kryesore. Po nëse unë makinën e kam këtej duhet me bë këtë gjirën e Oreo Centerit. Nejse. Mirëmëngjes, që nuk është mëngjes, po është drek. Si quhet ky? Bostan? Shalqi? Ora është 2:30. Unë hala s'kam hangër drek, s'kam hangër asisen, po s'ka problem se s'do ha drek. Kam pa një recetë në Instagram. Tani do provojmë me rikriju. Kjo receta është me marr bostanin, me fut në mikroonde, mikrovalë, si mund ta quajmë shqip. Edhe pastaj me hedh pak grana, pak rukola, krip, piper, vaj, edhe derisi tip carpaccio. Besoj edhe në Shqipëri quhet carpaccio. Por me bostan, me shalqi. Nuk është se ma mush menjen, se bostani me djathë më pëlqen, po jo me djathë grana. Edhe jo bostan i fut në mikrovalë, nejse ta shohim herë. Ja ku është. Po piqet! Jam kurioze që do dali. Nuk e kisha lexuar mirë te videoja asaj vajzës që e ka provu recetën, po duhet me lënë mikrovalë një 40 minuta. I don't know. Se di, ta provojmë ta presim tash se di. Është i xehtë. Duhet pres edhe të ftofet. Nuk e di, kjo receta po më streson. Okej, ndoshta duhet ta kisha lënë edhe pak, po unë s'kam durim. Plus që po fillonte duke u djeg. Roba është e xehtë, nuk e prek dot. Është hala shumë e xehtë, edhe po du me prit pak të ftofet. Nejse, vazhdojmë. Krip. Piper, nuk du me e tepru. Rukola. Pastaj grana, kam marrë këte nga kjo marka Biragi, petari që janë copa. Grana. E pak vaj. Tash nuk ngjelet sen tjetër veç me e provu. Do marrë një kafshat që t'i ketë gjitha. Edhe rukola, edhe grana, edhe bostan. Shiko gjitha i ka. Nalu një pak sepse është super e mirë. E vetmja gjë që pak më bezdis është prerja, ndoshta e kam prerë bostanin shumë trash, edhe kështu që nuk më pëlqen shumë konsistenca, po në përgjithësi shija është shumë e mirë. Nëse kisha prit kur. Thjesht duhet ta pres ma holl bostanin. Erdhi momenti me bë gati valigjen. Sot është e diele, unë do nisem të martën, po duhet me ja nis me i bë gati sepse për ndryshe se di kur ndel koha se i kam
nesër kam shku me bothojnë, pastaj kam shku te estetisja tjetër, do thonë është lamsh. Ta shkrit këto outfite, duhet me ju gjetë venin dhe hapësirën, se si do ja bëjmë, po do ja bëjmë. Në një mënyrë ose në një tjetër do ja dalim, sepse unë do iki pastaj nga Bullgaria, do iki direkt në Shqipëri, kështu që nuk do kthehem në Itali, kështu që më duhet çka kam për të marrë, me i marr me një rrugë. Shakira, restu. Siç kur nisa për Greqi, pantallonat e gjata të bardha do i lej jashta, sepse në avion është ftohtë. Është gjithmonë ftohtë edhe unë nuk du me rreziku që të kem ftohtë, edhe preferoj t'i lej jashta. Edhe t'i vesh në avion që mos të kem ftohtë. Gjithsesi kam marrë edhe pantallona të tjera gjata, sepse nuk e di çfarë outfitesh du me kriju. Nga një herë darkave do me dal robi edhe me pantallona, edhe pse është verë, sikur të jesh duke luajt Tetris, edhe duhet me ngec gjitha në mënyrë perfekte. Jo na shkeq, okay? Një në gjysëm. Baby please don't go. Tu mrena janë gjitha rrobat e banjos, edhe këtë do e marr. Po edhe kjo është për të hekuros, edhe pse është thjesht mbulojse, si për bikinit, unë duhet me hekuros gjithçka. Unë ndjej nevojën të hekuros gjitha. Këto janë rrobat e banjos që du me i marr. A nuk mund t'i lej kështu rrëmuj edhe thjesht e myll edhe shnet? Se pastaj gjithsesi si palosen rrobat e banjos, nuk palosen. Mundojmë t'i vej me pak rregull, që të paktën të kontrolloj që për çdo kostum kam marrë edhe pjesën sipër ose pjesën poshtë, se gjithsesi rrobat e banjove nuk është se rrudhosen, kështu që për këtë pjesë paktën jemi qetë. Nuk jam e sigurt që ndoshta do i përdor gjitha këto rroba banjo që i kam marrë, sepse unë i marr edhe pastaj përdor të njëjtat. Por, sa të bukur janë këto, mi ka dhënë Sofia, fix ngjyrat si wings. Super cute. Disa ju ka prish edhe ngjyra sepse duke përdor vaj edhe kremra, domethënë janë bë pjesë me atë, edhe janë shumë të zorshme me u heq. Më shumë kam marrë rroba plazhi se sa rroba tamam. Mungon me marrë çanta, do marr këto treja. Mungon me marr shapkat, atletet, takat, pjastrën, make-upet. Më në fund erdhi momenti me rregullsojnë, pavarësisht se kanë kalu pak më shumë se 3 javë, di se më duket se janë bë 23 ditë, jo 21, 23. Edhe kështu që më në fund erdhi momenti me rregullu, por nuk është se e kam shumë marakun për duart, po për kamet, sepse kamet janë cop nga që kam pas pyr një thoz edhe shumë keq situatat e kamet, edhe mezi pres me i rregullu krejt, besoj do bëj një French, se dia do shtoj lule apo s'do shtoj lule, ta shohim. Por ideja është që të kem një model të pastër. Jam gati të dash me heq make-upin edhe me ul me editu videon. Problemi është se unë isha me bothojnë, siç e pave në klipin e fundit. Edhe nuk jam dash shumë e kënaqur kësaj radhe, pavarësisht se këto janë thonjt, mi ka bë French. Edhe gishtat e këmbëve që s'di si me t'i tregu, po French edhe gishtat e këmbëve. Nëse tani ideja është që radhën e kaluar kur unë kam shku me bothojnë, mi ka bë një vajzë shqiptare, siç e kam treguar te videoja, sepse i kisha kërku një model që unë nuk e dija, po ajo vajza tjetër që më kishte shkruar për bashkëpunimin nuk dite me bë, atë me lule 3D. Edhe kur shkova atje, më tha ka me t'i bë kjo vajza tjetër, thojnë, okay, se unë më intereson të me thonë se mi bën një njëna, mi bën një tjetra, thjesht dalin mirë, sepse din është edhe bashkëpunim edhe du me tregun edhe du me bashkëpunu me një sallon që dije me i bë thonjt mirë. Ama unë nuk e dija, se ajo nuk dite me i bë thonjt me lule. Edhe pranaj ja kishte ndorë kësaj vajzës tjetër. Edhe okay, mi ka bë thonjt, kishin dalë shumë bukur, super e lumtur, super e kënaqur, kam bë videon, krejt në rregull. Kur shkova kësaj radhe, i pata nis modelin që doja me bë, që ishte French me disa lule, edhe më kishte shkruajt për gjelsia, më kishte thënë, do t'i bëj unë thonjt kësaj radhe. Okej, ma mori menja se duke qenë se është model më i thjesht, edhe nuk ka lule 3D, din me i bë. Ja nisi, pavarësisht domethënë nga dalësisë që u dukte sikur nuk bën thonjt shpesh, domethënë nuk e kishte dorën e shpejt, nuk di si më shpjegoj, po nejse. Edhe pastaj ja nisi me bë French, unë e pash që filloi duke tregu vështirësi. Edhe Frenchi nuk po më pëlqente hiç se si po e bëte. Edhe tani unë me vërtet nuk du më bë që të kem shumë pretendime o shumë kërkesa, por nga ana tjetër nëse unë duhet bëj një video, du me tregu një rezultat që me vërtet më pëlqen. Edhe i thash shiko se nuk më pëlqen Frenchi kaq i holl, nuk më pëlqen që të jetë veç French maje, se më duket pak, nuk e di, nuk i shkon gishtit tim, e du ma kështu edhe jam unova, edhe unë që të dilte ashtu siç e kërkova unë. Edhe ashtu më kishte bë gishtin e vogël, edhe i thash okay, super siç është ky gishti, tani këtë formë maje edhe te gishtat e tjerë. Nuk ishte të i dalë, dhe me thënë ishte të me bë katastrofë, po nuk doja me vënë ciklet, edhe i thash, a di qa i thash, i po i lejmë lullet, se edhe kështu thjesht French po pëlqenj, e nuk doja me të vërtet me vënë vështirësi, po si duket atë e kapi paniku, këti nuk e di, nuk ishin të ndalë mirë fare, dhe me thënë forma e Frenchit, edhe i kishe shkryt mesazh kësaj vajzës tjetër shqiptare, dhe i kishe thënë a mund t'ja bësh ti lutem. Edhe erdhi kjo vajzë tjetër e mi bëni thënë. Tani unë se kuptoj se kjo vajza tjetër që punon aty shqiptare nuk do punoje më aty. Kto ishin ditët e fundit të saj që do punonte aty.
Edhe i thash, shiko se nuk është se ka diçka të keqe që ajo nuk din me i bë, po problemi është nëse 3 punonjëse në lokal edhe 2 nuk din me bë thonjt, si mund ta sponsorizoj unë si lokal? Tani faleminderit që po e marr vesh sot, që nuk e di nëse do e vazhdoj bashkëpunimin, nëse nuk jam merr dorën me bë edhe modele tjera. Për mua Frenchi, unë nuk jam nail artist, po për mua Frenchi është i vështirë, ama është një model që duhet ta dish, sepse Frenchi është një model klasik. Gjithkush tashmë po kërkon Frenchin, nuk ka mundësi në 2026 mos me ditë me bë Frenchin, sepse është një model që hec gjithmonë, nuk mundesh mos me ditë me bë Frenchin në këtë kohë. Edhe ajo më tha vjen keq se po kjo shqiptarja më tha po më vjen keq se po vjen kështu puna edhe më vjen keq se ti ndahesh e paknaqur, ajo më mundu me sistemu, po nga videoja as nuk dallohen tamam, po nuk është se nuk janë bë më mirë. I thash faleminderit që mi rregullove dhe shqyr që mi rregulloj, sepse sinqerisht ishin të dalë katastrofë. Thash nuk është se kam pretendime mbi thonjt, po nga ana tjetër, me të vërtet nuk jam duke paguajt, sepse është bashkëpunim. Por jam duke të ofru mundësinë që të bëj video, të bëj reklama. Nuk do të thënë se nuk jam të paguajt, atëherë nuk mund të kem kërkesë që të dalë i thojt Frenchi ashtu siç unë kam dëshirë. Nuk e di nëse po shpjegohem, se nuk du si duket sikur tash unë du si t'jen kështu, du t'jera ashtu. No, një French klasik doja. Edhe unë jam prap me atë idenë që nuk ekziston mos me ditë me bë Frenchin edhe me punu në sallon tash sa vite. Se kjo ka viti, se unë e kam pyet në fillim kur ulej, tash a ka kohë që punon? Ka kohë që punoj. Tash ti ke kohë që punon në sallon edhe s'di me bë Frenchin? Weird. Nejse, kjo ishte eksperjenca me thonjt. Fatmirësisht kjo vajza shqiptare pastaj u nal jashtë kohës vetë edhe mi rregulloi, edhe u tregu shumë e mirë, shumë e sjellshme. Nuk e di do të thënë nëse do jetë prap kjo vajza shqiptare mund shkoj me i bë prap thojt aty, po nëse s'do jetë, nuk e di sinqerisht sa ja vlen. Se nuk është se për mua. Okej, unë po shkoj me i bë thonjt, po nëse duhet ta nxjerr pastaj si bashkëpunim, nuk e di, nuk jam nuk më duket e drejtë pastaj ta nxjerr videon, apo shkoni këtu, po çfarë shku se s'din. Çfarë shku? Se s'di me t'i bë. Ky ishte thashë themi për sot, këto ishin thonjt për sot, pavarësisht gjithçka jam e lumtur se tani do iki të editoj këtë video, edhe nesër duhet i futem prap disa regjistrimeve të funit, sepse nesër ndar kam avionin për Bullgari, kështu që shifemi në Bullgari. Pa qip!